Mirëmbrëma, sot do t'jem me një vajzë që e kam shumë gjallë, e di vetë ajo. Ajo është Jerina Kastrati, një vajzë e thjesht, e ëmbël, e zgjuar dhe mbi të gjitha një vajzë me karakter të fortë, ku shoqëria për të është shumë e rëndësishme dhe bazohet mbi vlerat familjare. Atëherë Jerina, faleminderit që je pjesë e këtij podcasti. Shumë faleminderit ty për gjithë mundësinë që më ke dhënë, edhe për prezantimin që më bëre. Unë të kam shumë gjallë, ti e di këtë gjë. Edhe pse kritikoj shpesh, por ne të dyja kemi një gjuhë komunikimi të cilën kemi vite. Jerina në njoh që kur ishte e vogël dhe nga ato vajza që kritikën e merr për përmirësi. Është shumë e rëndësishme që kur merr një kritik të përmirësohesh sa më mirë në dobi të vetes dhe të përmirësimit si i ri. Atëherë Jerina, të filloj nga disa pyetje, nuk do të vendos në siklet, se duaj që ti të shprehesh ato mendimet e tua të sinqerta ashtu siç janë në të vërtetë. Si e karakterizon veten me 3 fjalë? Përshkruaje veten me 3 fjalë. Mendoj që njerëz sapo më takojnë, e kuptojnë që jam shumë e ndrojtur, ama shumë sociale. E drejtë kjo. Dhe jam shumë e ëmbël? Po, okay. Atëri qëndrojnë vërtet formatit të Jerinës këto 3 fjalë. Si e mendon Jerina aktualitetin, kjo rini aktuale? Çfarë problematikash ka? Një nga problemet që ty të shqetësojnë, shokët e tu, shoqet e tua, do flasim gjithmonë në të përgjithshme. Pra, nuk kemi raste konkrete dhe nuk kemi askënd për të paragjykuar. Jo, mendoj që një nga problematikat më të mëdha të shoqërisë tonë janë gjaktësia e të rinjve sot. Bëjnë mosmarrëveshje, i bëjnë shumë të mëdha për pak gjë dhe krijojnë drama kur nuk është vend për drama. Pra, hapin probleme kur s'ka probleme. Po, dhe mua si njeri që nuk më pëlqen fare dramat, mosmarrëveshjet, asnjë gjë, mundohem sa më shumë që të qetësohem. Nuk dim shumë larg dramave, nuk i dua dramat. Dhe kur shoh mua më duket shumë shëmtuar, sidomos mes vajzave. Gjë që është një problem shumë i madh i kohës së sotme. Atëherë, për sa i përket Jerina një mendimi, çfarë mendimi ke për komunitetin që ti jeton? Sepse ti ke zgjedhur të mos jesh në një gjimnaz të lagjes, por ke zgjedhur të shkosh në një gjimnaz jashtë lagjes. Çfarë mendimi ke? Kam 2 komunitete, komunitetin e lagjes dhe komunitetin e gjimnazit tim. Ka njerëz të mirë kudo. Ka njerëz që kanë në vend për përmirësim kudo. Edhe pse jo të gjithë e pranojnë. E drejt. Sidomos në gjimnaz. Ama mundohem të shoqërohem me njerëzit që janë të mirë. Njerëz të gjithë janë të mirë, po njerëzit që në ato filtrat e tua janë ata që ti do të qëndrosh. Po. I përzgjedh shumë. E kësaj e ti je selektive. Jam shumë selektive, pavarësisht se jam shumë sociale. Mundohem që njerëzit më të afërt t'i mbaj atë që nuk gjykojnë, nuk flasin keq për të tjerët, nuk përshëtsejme. Është drejt. Atëherë, Jerina, si e mendon Jerina traditën familjare? A janë traditat familjare në familjen e Jerinës? A trashëgohen ato? Unë jam rritur në një familje shumë të madhe. Me 7-8 antarë. Okej. Dhe traditat janë shumë të rëndësishme. Unë vi në një qytet shumë i bukur, i cili është Kuksi. Okej, po. Unë vërtet nuk kam lindur atje, ama pavarësisht unë shkoj shumë shpesh. Edhe traditat familjare besoj janë shumë të rëndësishme dhe për formimin e fëmijëve. Edhe unë patjetër do i vazhdoj traditat e familjes time. Ndjen shumë mirë që dëgjoj nga një vajzë e re si ju që traditat i ka kaq të rëndësishme. Për sa i përket çfarë ti thoshe babit e mamit? Nga një fjalë.
Kritike. Ata e din që ne I duan fort, por një kritik të vogël. Që nuk e kuptojnë për moshën që je ti. Mendoj që ndonjëherë mundohen të jenë pak më shumë protektiv se ç'duhet. Ama tani, ndoshta kur kam qenë më e vogël, edhe unë I kuptoj shumë mirë, tani që jam rritur më shumë, kuptoj shumë mirë pse kanë bërë gjëra që kanë bërë. Kur ke qenë 15 vjetësh, ideja që kanë qenë pak më 14, 15, kur jam qenë akoma në 9 vjeçare. Ama tani nuk kam çfarë kritike t'i them, thjesht di them shumë faleminderit që më keni ruajtur aq shumë se prandaj jam me kaq shumë mend në kokë, në thonjza. me këmbë në tokë. Me këmbë në tokë. Faleminderit për mamin edhe babin e Jerinës, edhe unë I kam shumë gjanë, edhe kam shumë respekt për ta, që kemi kaq një vajzë kaq të mrekullueshme. Tani zëmra e kujt je? E Dajës, e Hallës, e Tezës. E gjithëve. Okej, E Hallës, e Dajës, e Dajave, e Dajave, I mori të gjithë Dajat, Jerina. e Xhaxhit, E Xhaxhit. Teatrit. Jo, Xhaxhi nuk e nëm që ti ngel teatri, se dhe unë E Xhaxhi. gjithë familjes, unë tash jam rritur në një familje shumë të madhe dhe unë jam afër me të gjithë. E qartë. Se vetë Edhe, diskutim këtë gjë. Ju e dini se sa Përkushtim sa ka. përkushtim ka, mos halla. Është aty jashtë. Okej, patjetër, është gjithmonë pas printave dhe super zonjë. Atëherë, okej, kalojmë pak tani edhe mendojmë pak më gjerë. Do doja të preknim pak disa tematika por shkurt. Pastaj do futemi pak më gjerë aty ku ti ke qefin tënd, sepse unë di që ti do të bësh një gazetare shumë e zonja. Dhe duke qenë se të pëlqen gazetaria, ne do e prekim këtë pjesë pak më vonë. Si e vlerëson sistemin arsimor, Jerina, një notë? Sistemi jonë arsimor, besoj, Çfarë i vendos nga 1 deri 10? një 6-7 të merituar, besoj. Deri këto. Po, nuk shkoj në shumë. Kemi një staf pedagogjik, paktën të gjimnazit jem është goxha I përgatitur, ama ka shumë vende ku lejnë për të dëshiruar. Komunikimi, mbështetja e nxënësve, shumë gjëra që kanë nevojë për përmirësim. E drejtë. Për sa I përket sistemit shëndetësor, ke ndonjë koment? Si e re? Unë nuk merrem shumë me politika, nuk marr vesh, nuk dua të marr vesh, ama e di që nuk është sistemi më I mirë që ne mundemi të bëjmë, e dim që mund të bëjmë më mirë. Nga familja, flasim nga ato që përjetojmë dhe prekim, nga shërbimet që përjetojmë dhe prekim edhe nga ana familjare dhe personale juaja. Nuk është se nuk ke një koment të mirë për këtë. Uroj të mos kesh problematika në këtë sektor dhe kjo është gjë më e mirë. Për sa I përket drejtësisë. Të drejtësia, ke ndonjë koment? Kush vizatron në shoqërinë tuaj, I fortë apo I dobët? I fortë, patjetër. Është thjesht në shoqërinë që jemi ne, nëse ti njeh shumë njerëz, ke pak më shumë para se të tjerët, I ke të gjitha. Se edhe të drejtësia, ti mundesh ta anashkalosh të dënimin, mundesh ta zbavlosh kohën e dënimit. Nuk ka rëndësi se çfarë ke bërë me një fjalë, ka rëndësi se kë ke përballë. Nëse ke një person më të fortë se vetja, je humbur. Më vjen keq për këtë. Ke dëgjuar ndonjëherë Jerina që ndonjë shok ose shoqe juaja ka pasur të drejtë, por ka qenë shumë e dobët dhe e pambështetur? Ke pasur raste praktike të që ke dëgjuar në shoqërinë tënde? Si e mirë? Ndodhi dhe unë jam një tip shumë emocional edhe unë prejka, edhe pse nuk është fare të unë dhe se është një person që është afër meje, unë do prejka. E përjeton njësoj si... E përjetoj si nuk kështë ndodhe mua. E drejtë. Okej. Atëherë, përsa I përket një fushë tjetër e cila dhe kjo është shumë e rëndësishme, është një fushë që sot po jep ovë të fortë shoqërisë, por ndonjëherë bën edhe gabime. Jerina është një tis teknologjisë apo mendimit kritik? Ku janë sot të rinjt, Jerina, për të? Të rinjt sot janë teknologjia, patjetër. Nuk ka vend për diskutim. Teknologjia është gjithçka, pavarësisht se ka ato anë jo të mira. Pra
te të rinjt I duam shumë. Edhe mendimi kritik sur kemi lënë pak pas dorës, na japin gati aplikacionet, ChatGPT-ja. Të gjitha këto të inteligjencë artificiale. Po. Në fakt, edhe në këtë podcastin me problemet inteligjencë artificiale po e bëj. Po, dhe kanë anën e tyre të mirë patjetër. Po, kanë anën sepse kanë zvendësuar atë mendjen njerëzore që merreshin shumë kohë me regjistrime me gjëra. Ama tani kanë edhe këtë gjën që po bën dembel. na bën dembel, na humbin atë imagjinatën tonë. Na jepet një detyrë, një gjë I merr një gati. gati. I zgjidh ushtrimin aty për 2 minuta. Nëse një test më përpara të matematikës ja u zgjidhja unë zëzve tani e zgjidhin aty. Thjesht më thonë mire ka bërë çati këtë. Pra ka ndryshuar pyetja, ama Po, nuk është as që zgjuar në matematikë. Okej, pra kam kohën, edhe ja 2 vite do të jeton. Në Okej, matematikë paktën me Po, fizikë. as në fizikë. Okej. Jem gabim, mos e bëni. Okej, në rregull, atëherë unë bjetoj edhe 2 vite në treg, Po, sa të rregullohen pak këto probleme. nëse paguani çatin, ndoshta bëhet pak më Si, mirë, po. okej. Atë ke paguar. Okej. Okej, atëherë, për sa I përket medias. Media dhe informimi, si shikon sot, si shikon njëri në rrjetet sociale, sa ndikim kanë ato në jetën tuaj të përditshme? Kanë shumë ndikim. Unë jam shumë apasionuar mbas medias. Okej. Ndoshta jo të ri të shoh gjithë ditës gjëra të pakuptimta, gjëra që nuk marrin një gjë nga ato, më duket shumë kot. Pavarësisht se këtë bëjnë shumica e moshatarëve të mi. E drejt. Edhe po vjen keq që shumë njerëz që shkojnë viral ose kanë atë platformën e tyre online e përdorin këtë gjën për qëllime të mira. Nuk din ta përdorin. Edhe nuk merren me kauza vërtet që duhet të merren. Merren me gjëra shumë. Për shembull, një ndër problematikat që pata që ishte fakti që shumë persona patën ca probleme të paktën 14-15 vjeçarës, u bë një herë diskutim shumë I madh. Nëpër media komentoheshin komente shumë negative, edhe pse ata gjuheshin në thika dhe të tjera, prindrit këtë. A mendon se ky transformim I shoqërisë I rinisë media e disinformon në shumë raste situatën? Po. Informimi I tepërt edhe të disinformon. Mendoj se du të zgjedhim platformat ku ne informohemi, faqet ku ne informohemi, du të jenë në vërtet të besueshme, faqe zyrtare do thoja, faqet e një media shumë të madhe ose të një media shumë të madhe. Mos të marrim çdo gjë që shohim të mirëqen, se nuk janë gjë të vërteta dhe besoj se kush rrin aq shumë në telefon e ka kuptuar këtë gjë. Nuk kemi vetëm të rinj që disinformohemi nga mediat ende të mëdhenj. Shpesh herë ne I tregojnë prindrit edhe themi, po jo, kjo s'është e vërtet, se beson çdo gjë. E drejtë. Po patjetër. Sidomos brezi pak më para meje, ata manite fare nga informacionet që marrin mediat. Sidomos nga inteligjenca artificiale. Patjetër. Videot janë bërë. Po, kam bërë një video njëherë me inteligjencë artificiale dhe ja dërgova dikujt dhe më tha, "Ua, Dafi, ku të kanë nxjerrë ty në rrjete sociale kështu? Çfarë gabimi pas ke bërë?" Më thashë bëra vetë për të provuar aplikacionin. Se si mundesh të përdorej zërin, si mund përdorej zëri im edhe fytyra ime pa mua. Pra edhe zëri ishte identik që ti nuk e ndaje dot, unë kur gjë vete, edhe pjesa tjetër. Si një gazetare e zonja, cilën rrymë do të doje të kishe në vërtetësi? Një gjë të bukur. Para ca ditësh pash një libër që kisha marrë për qenë shumë e vogël, dhe tek faqja e parë të librit do të shkruanim emrin, moshën, edhe çfarë donim të bënim kur të rriteshim. Edhe unë kisha shkruar aty gazetare terreni. Okej. Kam qenë 6 vjeç, 6-7 vjeç, diçka e tillë. Edhe mendoj që aty rri akoma, pavarësisht se gjatë viteve kam ndryshuar mendjen, një po kështu jo po ashtu, po aty besoj, inshallah, shpresoj.
Okej, patjetër se ti je gati në sjelljen edhe të universitetit avash avash, se koha kalon edhe normalisht besoj erën tjetër të jepi në kushtet ndryshme. Unë nuk jam gazetare profesioniste. Do të ftoj unë ty. Okej, patjetër. Do më ftosh dhe do më bësh kritikat. Unë në fakt e kam nisur këtë nisëm për të fuqisuar vullnetarisht të rinjt, për të shprehur ëndrat dhe dëshirat tona në mënyrë të tillë që nëse kemi ndonjë problematik ta paraqesim dhe të marrim një zgjidhje të duhur. Kjo është qëllimi i gjithë këtyre intervistave, sepse ju e meritoni që të keni zë. Dhe duke pasur ju zë, atëherë ne nuk do të kemi ikje masivisht në vazhdimsi. Për sa i përket emigracionit, atëherë si po ikin shqiptarët Jelina? Mendoj se është bërë shumë kjo fjala nuk ka shpresë në Shqipëri, nuk ka shpresë dhe të rinj thjesht influencohen nga kjo gjëja, nuk ka shpresë në Shqipëri, e thjesht ikin, pa e menduar aq shumë. Edhe më vjen shumë keq nga një anë, sepse nëse nuk ka shpresë në Shqipëri, pse mos ta bëjmë ne shpresën? Ne jemi shpresa e fundit. Nëse ne ikim, kush ngeli? E drejtë është. Është shumë e drejtë. A mendon se ka rinia bënd këtu? Ka, patjetër, sidomos nga ikja fashionale, ka hapësira goxha. Dhe kush thotë që jo, po nuk ka punë, po nuk ka Nuk do të punoj. Nuk do të punoj. Nuk është, nëse ti ke vullnetin bësh çdo gjë. Edhe ka plot të rinj që punojnë, nëse shkojnë futemi tek kafja i lagjes, dëshojmë që janë të rinj që punojnë. Edhe është vlerë. Po. Edhe është shumë vlerë kjo gjë që të rinjt angazhohen dhe punojnë dhe mbajnë veten në faktorat e tyre. Pavarësisht se ikin edhe për këtë që të ndihmojnë familje. Ama nuk besoj se ka një ndihmës më të madhe për familjen se prania jote në shtëpi aty dhe nuk ka gjë më të bukur se për shembull është ti kesh për në punë të takosh babin në rrugë. Okej, është Në Amerikë, Gjermani, Angli, kudo që ti jesh nuk do rastis kështu. Nuk është. e drejtë. Në Shqipëri ndodh, kështu që sa do prania e fëmijës besoj se është shumë e rëndësishme edhe për prindin vet. Asnjë prind s'do që t'i largohet fëmia, besoj. Shpresoj. Prindri nuk do që t'i largohet fëmia as brenda vendit, për shembull nga një qytet në një qytet tjetër. E drejtë është, por kushtet ndoshta ka pas raste edhe ajo kërkesat e fëmijës, për shembull janë që mund edhe të lëvizje. Për shembull në rastin konkret unë jam nga Roshniku, i Beratit, edhe do doja shumë që të kisha këtë që sapo thatë që familja të jetë afër, por ja që janë në atë largësinë e dur. Kam zgjedhur të jetoj në Shqipëri për të dhënë sado kontributin tim pozitiv. Ndonjëherë mërsita, por mendoj dhe shpresoj shumë që ne me njëri tjetrin dhe me këtë kontingjent kaq të mirë të rinjësh të përmirësohet çdo gjë. Sepse ndryshimi vjen gjithmonë nga vetja. Me këtë mendim eci. Atëherë Irina, çfarë do t'i thoje një 15 vjeçare? Që mos mendoj për të tjerë, mendoj vetëm për veten. Do të bëjmë pak selfish ndonjëherë. Mos t'i gjej shoqet, nuk të duan gjithmonë të mirë. Edhe ëndra. Okej. Ëndra. E drejtë. Sa më shumë ëndra aq më mirë, sa më shumë qëllime të kesh është aq më mirë. E drejtë. Je ndjer në një rregullizuar? Jo. Okej, ka pas raste, ka pas. Mos të bëjmë një qetë kështu. Por që jam shumë selektive në shoqëri. Kam pas njerëz të duar afër, besoj. Atëherë Irina, nëse do të ishe një gazetare dhe do të merri mua në pyetje, cila është pyetja që do të më drejtoje? Duke të njohur për kaq shumë vitesh, besoj se çfarë të frymëzon që si ke nisur për kaq shumë vitesh, çfarë të frymëzon të fuqizohesh shumë të rinj, sepse ti merresh me punë. Çfarë të frymëzon që me shumë dëshirë. Si ke nisur karrierën tënde? Çfarë të frymëzon të fuqizohesh? E di, çfarë Energjia. Çfarë energjie i kushton të rinjve? Atëherë, në fakt kam një
kam ikur nga shtëpia 13 vjeçë. Dhe si një 13 vjeçare kam studiuar në gjimnazin e qytetit të Beratit. E larguar ku gjimnazin e kam bërë aty, kam jetuar në Konvikt. Në Konviktin e këtij qyteti prej 4 vitesh. 9 veta në dhomë, dua të them, me kultura të ndryshme, me të rinj të ndryshëm. Nuk kam pasur mbështetje asnjëherë në jetën time, qoftë nga ana e mësimeve, apo që të kisha suport edhe të përfitoja për nota fiktive. Kam pas disa disfata, siklete shëndetësore t'i quaj, kur kam qenë maturante. Në këtë periudhë kur kam qenë maturante, ashtu siç jeni dhe ju avash avash, sikletet shëndetësore më rrozuan nga mësimet fare, më çuan që të merrte jeta ime drejtime ndryshe. Këndash të bëhem shumë mjeke, por notat e maturës shtetërore më kanë penalizuar. Okej, kaloi kjo periudhë e jetës, shkova në universitet për një deg shumë të vështirë, për fizik. Vetëm prej fjalës që më tha i madh që liderat studioj fizik dhe mund të shkosh aty se isha e prirur në vendet eksakte. Po dhe në universitet ka qenë rrugtim i vështirë, jo i lehtë. Në të gjithë këtë periudhë kam menduar që kam pasur mbështetje në universitet se në jetë të del drita jashtë. Të del fati jot. Prandaj i them çdo të riu dhe i them do të vi momenti ku do fuqizohesh, por vetëm mos porto, mos u dobëso. Mbështetu maksimalisht në punën tënde, përmirëso vetëm veten. Unë kam pasur dhe kam akoma vetëm një objektiv, përmirësimi i Dafinës si format Dafina. I dua shumë që të gjithë të rinjtë të cilët janë të pashpresë, ashtu siç kam qenë unë dikur, të pambështetur, të hecin. Prandaj unë harxoj kohë nga koha ime për ju. Se pa përfitim. Po, kjo është shumë e rëndësishme pa përfitime, sepse nëse unë këtë do ta bëja në drejtim të lekut, kjo nuk quhet përkushtim. Por kjo quhet që unë jam paguar për atë punë që kam bërë dhe kaq mbyllet. Por kjo dua që ta bëja të gjë me shpirt. Në këtë moment të jetës unë kam arritur një standard të caktuar prej punës që kam bërë. Dhe pse jo, e kam mundësinë, rrugën ja di, anën ja di, motivimin e kam, networkun kombëtar dhe ndërkombëtar pak a shumë jam pjesë e tyre, projektet e rinore i njoh mirë, dhe pse mos jeni ju pjesë e këtyre projekteve kaq të bukura. Pastaj Dhe unë në emër të gjithë të rinjve, besoj, që kanë punuar me ty, faleminderit pa fund. Për gjithë mundësitë dhe për gjithë mbështetjen që na ke dhënë gjithmonë. tani gazetarja ja humbë këtu tani. Ma more fare. Okej, deri në atje një vajzë shumë e shkëlqyer, më falenderoj shumë. U vura pak në siklet me thënë drejtën prej pyetjeve. Atëherë Jerin, çfarë ti thoshe gjithë të rinjve? Ta mbyllim tani se nuk ta lë regjia. Kemi një gocë shumë kritike në regji. E re si Që e duam shumë. Që e duam shumë dirë. Gjithë të rinjve, do i the atë që sapo the dhe ti, që të punojnë në vete, të ëndrroni, tash dhe një herë. Patjetër. Në çdo moment. Dhe çfarë që shkruajtë për ju do ndodhet për ju, çfarë që destinuar për ju të ndodhet, kështu që pa nga fare për një dështim të vogël, për çfarë do gjë që mund t'ju presë rrugën, si më thënë. Atëherë faleminderit Jerina, faleminderit